Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tona i takon Allahut Azza wa Jall. Atij takon i tërë pushteti dhe i tërë sundimi, ai është Zoti jon, furnizuesi jon. Elusim Allahun Jalla wa ala të na mbron nga të gjitha të këqijat, pavarësisht ato që burojnë nga vetet tona apo ato që vijnë nga jashtë. Po vazhdojmë dhe sonte me lejen Allahu te baraka ve taala me atë që ne ka mbetur në lidhje me tregimin e Jusufit alayhi salatu wassalam. Edhe pse në dersin e kaluar kemi mbetur tek një stacion për në gjysmë. Do të thotë tek një ëndër që e kishte parë mbreti më herët dhe pas kësaj ëndre si ishin zhvilluar ngjarjet në atë kohë në cilën kishte jetuar Jusufi alayhi salatu wassalam. Kemi përmendur dobi të ndryshme, do të thotë që kanë të bëjnë me atë që është përmendur në ato ajete dhe kemi thënë se një ëndër ka mundësi që tjetë vendimtare për jo vetëm për atë që është, por ka mundësi që tjetë e tillë edhe për një popull, edhe për një vend, madje edhe për shumë vendbanime. Në anën tjetër kemi përmendur se si Jusufi alayhi salatu wasallam është sjellur me atë ëndër duke mos e shfryzuar rastin që të hakmirët, duke mos shfryzuar rastin që të përfiton në nivelin e tij personal, mirë po e ka pa Jusufi alayhi salam dhe e ka kuptuar se ëndra shumë serioze ka të bëj me popull, ka të bëj me shtresa të ndryshme të njerëzve, gra, fëmijë, burra e kështu me radhë, andaj ishte sjellur korrekt, tamam sikurse i takon një njeriu do të edukuar me frymën e shpalljes së Allahut te baraka ve taala. Andaj kemi përmendur se nuk e ka shfryzuar situatën që të del nga burgu, e as që të afrohet me mbretin, e as që të përfiton diçka, nga se nuk ishte situata që të bënte një punë të tillë. Dhe në lidhje me këtë kemi përmendur dobit të cilat lidhen me këtë çështje. Sa të vazhdojmë me lejen Allahut te baraka ve taala, do thotë që të përmendim edhe pjesën e mbetur të ajeteve që flas në lidhje me Jusufin alayhi salatu wassalam. Jusufi alayhi salatu wassalam është futur në burg si pasojë, do thotë një akuzë që ishte bërë. Dhe Allahu xhalla xjalaluhu ka dashur që me të vërtetë të zhvillohen në këtë drejtim ngjarje të ndryshme. E që në fund të shfaqet urësia Allahut azza wa jall me gjitha këto ngjarje që janë zhvilluar. Pasi që kështë kërkuar leje ai në afërsitë e mbretit që kështë qenë, me shku me shpalos ëndrën Jusufit alayhis salam. Dhe pasi e kështë shpalosur ëndrën dhe Jusufi kështë komentuar në të mrekullueshme, duke i dhënë si kësaj ëndre, ishte kthyer ky njeri tek mbreti për t'ia treguar se çfarë tha Jusufi alayhis salam. Kur e ndëgjoi mbreti këtë ëndër, filloi të pëlqen Jusufi alayhis salam. Dhe filloi të ndijë nevojë për të. Nga se tër paria e tij që ishin për Athina kemi mësuar apo e nënçmuan, e përbozën. Nuk e përkrahen. Dhe dulën njërin atje në fund të burgut, i cili me të vërtet po jap kuptim kësaj ëndre atë. Atër mbreti i tha: "Wa qala al-maliku tu'ni bihi." Dhe tha mbreti, ma sjellni atë mua këtu. Dhe posa shkuan ta thrasin Jusufin alayhis salam se po tret mbreti takuash me të, Jusufi alayhi salatu wasalam këtu e bën një veprim që ne me të vërtet kemi shumë çka mësojmë prej tij. Atëra falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balu an-niswati allati qatta'na aydiyahunna. Jusufi alayhi salatu wasalam nuk pranoi me dal pi burgut me një herë. Mirë po, filloi të vendos kushte. Edhe i tha: "Kthehu tek zotëriu yt, kthehu tek mbreti yt." Dhe pyete, çka është puna e disa grave që i kishin prerë duart e tyre. Çfarë mësojmë na këto? Fillimisht vllazni,
Jusufit alayhi salam I ksa një shans ideale me dalë për burgut. Nga sa ishte një burg që dallon nga burgjet e tjera. Çfarë aspekti? E para kena mësuar fillim atëre se ishte futur në burg pa gjykim, që nën kupton s'ka afat qëndrimit atë. Ki mundësi me met për gjithmonë. Ki mundësi me met edhe 10 ditë, edhe 20 vjet, s'dihet sa ki me met. Prandaj në këtë raste shansa e parë që t'japet medal duhet medal. Nuk bën me kurzu, nga se ndoshta nuk të përsëritet më aftë. E ku njëri që gjykum 10 vjet, apo dhe i ka marrë 9 vjet e 10 muaj. I ka marrë 2 muaj. Dhe i ka shansa me dal, por 2 muaj dit ai ka mundsi, ka hapësirë me kurzu. Jo nuk dal pa vërtetuar më kon me faj, nuk dal, nuk ka mundsi nga se e dini afat saktum. Po nuk pranova me dal kësaj radhe, apo do të mshtyhet burgimi edhe kaq, s'pa ku e din. Mirë po, të kurzas në kësillë situate. Në kësillë situate të kurzas se nuk don me dal pi burgut. Duke pas parasysh në çfarë burgu ke I, kjo neve në ngacmon këshërin me kuptu se për çfarë arsye ka kurzu, çka e ka shtyr Jusufin alsam që tjetë për të diçka më e shtrenjtë se liria e tij apo. Se dale pe burgu, çka është më e shtrenjtë se kjo apo? Më e shtrenjtë për Jusufin ka qenë të qartësohet ndërshmëria e tij. Të qartësohet është I pafajshëm apo. Për ne vllazni për neve si musliman më u akuzu në nder është çështje më të vërtet për neve për çështje madhore. Dhe besimtari nuk rrin indiferent, nuk rrin duar kryq, nuk rrin I ftoft në raport me situatën që krijohet ku ai akuzohet për nderin e tij apo. Mi thon dikush se ke bëu zina. Apo dhaj më nejt komat edhe rat, po thosë nuk mund të kurrë apo. Këto nuk e bën muslimane që kupton drejt se çka I bën me akuzut I kondera ato. Shikoni Jusuf alayhi sallam, ka mujt me dalaj. Te Allah mi pasër edhe kry puna. Jo nuk ka dash me dal, nga se unë dal pe burgut, po nuk muj me nel me një shoqëri ku ata mendojnë se nderi jam është një llosën. Andaj ka kurzu, ktheu pa u pasur nderi jam, nuk dal pe këtu ato. Nuk është për të çudit nga Jusuf alayhi salam kur e kena parasysh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë nga Jusuf azim ka kurzu për çfarë nga se ka qenë I akuzum. Dhe I akuzumi apo ka mundësi të kuptohet se sikur se thotë na populli, ku ka tim ka dhe zjarr. Nuk ka gjithmonë që thot, po të na çështë bot, ku ka fjalë ka diçka aty apo. Andaj ka dhënë me pastruar vetën e tij deri komplet apo. Mir po na gjën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që pa kur far akuze apo insiston që ta pastron raportet e tij me tjerë që mos të keq kuptohet apo. Kur ka qenë duke nejt me gruan e tij. Apo kanë kalu 2 ashabë natën, e kanë pa me një grua apo. Edhe kanë filluar ata mes pak më shpejt apo. Ata kanë filluar mes pak më shpejt që mos të shqetësohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ala rislikuma. Ka dale. Innaha Safia. Safia është zëvgjeti, gruaja jam kjo apo. Ka ne Rasulullah, po na nuk jem të ngal për këtë punë. Na nuk jem ku ta akuzojmë aty apo. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna shaytana yajri min ibn adam majra ad-dam. Andaj në çdo situatë ku muslimani ka mundësi të japet përshtypja në çfarë do rrethane, se dikush ka mundësi me keq kuptuar se ky e ka njollos nderin, duhet që ky musliman të vrapan dhe të shpejton të merr të gjitha sebepet që ta pastron hesapet e tij me tjerët e jo të lënë punën në dytë. Andaj Jusuf azam hiq dorë nga dala e burgut pa pik faj, pa kur gjëq, madje ka mundësi që kjo shans mos të përsëritet më kurr, të vdes në burg, e pranon me dek burg, mirë pa jo tjetën në mes të njerëzve që sara të shikojnë, sara të ndëgjojnë se kjo është ai që e tradhoi zotnin e vet në pallat apo. Nuk don kështu Jusufi, nuk don kësi jetë të dytë, edhe pse pik faj skaptën. Valla kjo shumë është e rëndësishme apo. Andaj ne vetë kemi të kuptojmë që fillimisht ta ruajmë nderin ton duke mos u gjind në vende ku kanë mundësi ta njollosin nderin ton. Mos të përdorim jetë përmes të cilave ka mundësi të njolloset nderi jon. Dhe mos të përdorim kontakte dhe raporte përmes të cilave ka mundësi të njolloset nderi jon. Gjitha këto do të pas më rëndësi apo. E para, në momentin kur ti
gjindesh për shembull me një kafe ose me një vend në tavolinë së bashku, të përzim burra dhe gra, duke buzëqeshë, duke keshë, duke fol, apo dhe dikush shep e jashtë. Çka mendon ti ta thonë për ty apo? Është shumë normale apo që të ngjitet për ty një etiketë. Se ky njeri po fol ke me gratuja, ky njeri po shkoj ke me gratuja, normal është apo? Andaj mos u gjin në mese të sa kanë mundësi me të njollos ato. E dyta, mos përdor mjete që kanë mundësi me njollos nderin tënd, sikurse kemi thënë vazhdimisht ato. Përdorja e internetit dhe kanaleve të ndryshme të komunikimit që bëhen përmes internetit, sikurse don çata të ndryshme, Facebook-a të ndryshme, ku e diçka ato, për çfarë lloj qëllimi? Nga se ti e din kush je ti kësaj ato. Mirë po kurrën e kurrës nuk mundesh me garantu se kush është në tonë ato. Dhe sa nderi e njollos, veç ato sa na i dim, është prezentu dikush në palën tjetër në tonë, kënë se është vajzë, dhe kënë se është interesuar për diçka, dhe kënë se kështot, deri në fund sa, ka thonë unë kësha pas qef me të pa, nështë fejom, nështë diçka, e ka mashtru, dhe kur e ka dërzu tër zemën e vetë, apo, është shpalo se ka qenë provokimi i radhën nga shokët e tij apo. Vetë pa bo kurgja, sen s'ki bo. Vep se kera viktim e një kurth të caktum, e ke pranu me një los në derin të napën. Dhe në qofë se tash ke pranu kështu apëton, kur ki mundësi tash me qëpërlavit në tone? Njerëz që thonë, ata me një email e mashtrojmë apëton. A qështu? Andaj, si kurse thonë një shembull e arabëve apëton, ai që flan në vorre, mos të ankohet më në gjithë çfarë ondra ka pa. Normal është vëllai, me deknive me flajt edhe më uqu rahat, kjo nuk ka mundësi me ndodh shpesh harapa. Andaj kontakto me kondush, fol me kondush, fol qyrdush, edhe unë jam i ndershëm. Nuk ka mundësi kjo me ndodh. Prandaj ruaju mos u gjidhni mjedise ku ka mundësi të njolloset nderi yt. Ruaju mos përdor kanalet e komunikimit përmes të cilave ka mundësi të njolloset nderi yt. Dhe e treta, ruaju mos përdor shprehje përmes të cilave ka mundësi të keq kuptohesh edhe të mendohet se ti je një njeri që ngacmon atë. Pra ulemat e kanë përmend, në ndëgjojmë këtë ditë se për hap, filoni ka fillu me bërë rukje, elhamdulillah, i shtoft Allah ta që bën rukje të hajrit, i po nuk bën kjo me dorë kon deri keq podrimit, apo se ka fitim pe saj material, apo dhe tash hajde unë bëj rukje apo. Nuk bën kjo me kon qëllimi, dhe duhet që me të vërtetë që njerëz që dinë fenë e dinë me bërë rukje të bëjnë rukje apo. Pse e përziva këto? Kur shkon dikush me bërë rukje, fillon tash me pyetje. Ndodh që më ulemruaj aty mbrana apo. E kush ka pru, e kush ka qu, e ku je shku, e pse je ardh, e dele shkon çabe tash, është dele shko atje apo. Çka këtu muhabet apo? Kur ka po pejgamberi kësi muhabeti, kësi konverzacioni me shejtanin mbrana që ka sulmuar kur? Kur rapta? Dhe dietarët e kanë përmend se nëse dikush bën pyetje jashtë temës për shkak të shku, automatikisht krijon tek rreth dilema se është sirbaz apo. Për shembull nëse e lyp tek dietarët atje kur thon çush më dallu njërin që bën rrugë tamam me sirbazët, te librat e ulemave këtje. Thonë nëse kur shkojsh tek ai me bën rrugë, thot çush ka emrin nona apo dije që sirbaz apo. Pse? Ata e dim se ka këtë punë, zumit është tash. Mirë, po do të thonë që ka njerë ti kur të vet dikon që ka emrin nona se ki njet sikur se ai afton. Mirë, po mos kujdesin shprehje ta ngjet etiketën e sirbazit duke qenë ti ndoshta ai që s'ki punë me këto sana. E po flas edhe në punë të tjera ato. Në kontakt ndoshta me tjerë, ki mund si më shku në dyqan me ble diçka, nuk prish punë, edhe nëse ajo është çitja femër aty, komunikon brenda nevojës që ki, sa kushton, sa duhet edhe kur i puna ato. Mirë po, çdo muhabet jashtë kësaj ose për te kësaj, madje edhe një gestikulacion i caktuar i fytyrës tonë apo ka mundësi me qiu sinjale atje apo se mund të vazhdojmë edhe për një muhabet tjetër apo. E tani kur thot dikush pse ja bën kështu të mos thuaj nëse po ata qëllim ato. A kuptove? Por ki kujdes ulëmot. Ruaj nderin tën. Kjo është preventiva për murujt. Në qoftë se
ngjiri diçka për teje. Thuhet se ke bërë diçka. Atëherë nuk duhet muslimani me të kom dur kur, por duhet shpenzon këtë çka është e mundshme për ta pasuar vetën e tij, qoftë kjo edhe në qoftë se cënohet liria e tij, e mos më çka më shumë. Prandaj Aisha radiallahu ta'ala anha, kur është akuzuar padrejtisht apo për moralin e saj, a ka nejtë rahat Aisha në shtëpinë e saj duke thonë që unë e di që se ku mbo çka do të të në hallku? A ka nejtë kështu? Ja, apëtan. Veç sa herë i ka arë pejgamberi sa më shpej ka pas në qoftë se ke bërë pranoj apëtan. Pas e Aisha ka shku tek pejgamberi sa me ka shku tek Ebu Bekri, ka shku tek shoqët e saj, duke ajo mërmëna që unë ku mbo, duke mundu vazhdimisht në mënyra ndryshme ta pastron vetën e saj. Kur janë shterë të gjitha rrugët, ka thonë, do të më pastron Allahu xhalla xhelaluhu atëra. Po s'ka nejtë duar kryq. Për të arsye, ruajtja e ndelit për ne muslimanë është shumë e rëndësishme. Të kujdes për të është shumë e rëndësishme. Me mbet i pastër ndel është shumë e rëndësishme për neve. Prandaj këtë mësojmë nga Yusufi alayhi salatu wasalam. Dhe në këtë rast nuk e ka mahnitur, nuk e ka preokupuar, nuk e ka marrë me veti situata, por ka menuar për te ndodhis. Nga njerë neve në ndodh, për shembull, je para një ofertë caktuar. Dhe kjo ofertë krijon një situatë që të merr me veti, duke mos menuar pas asaj që ka menduar atë. Nuk duhet me liu me të marr situata, besoj që shprehje e qartë. Nuk duhet me liu me të marr situata me veti. Jo, duhet me qenë më i fuqishëm se situata, duke menduar edhe për te kësaj. Andaj Yusufi nuk ka liu me marr situata me veti. Ka menduar unë po dola, po dalune. Po çka pasaj? Jo, po rri, kom ne edhe tash, jam akuzu, derisa të pastrohem nuk dal pikë këtu. Kjo është ajo që na mund ta kuptojmë pikë kësaj. Në anën tjetër, Yusufi alayhi salatu wasalam gjatë qëndrimit në burg ka bërë sabër me gjitha kuptimet e tij sikur se kemi thënë. Edhe sabri në sprova është dy lloje. Sabër i imponuar, s'ki zgjidhje, dhe sabër vullnetar, ki zgjidhje po pranon me bë sabër. Derisa ka nejt në burg, s'ka pas zgjidhje. A ka pas zgjidhje, po du me dal, jo. Kjo është sabri i imponuar dhe me mrekulli e ka kaluar tërë këtë problem. Në anën tjetër, kur i ka shansa me dal, gjithashtu e ka dëshiru me zgjidh problem me sabër, por kësaj radhe me sabër vullnetshëm. Çka kuptojmë në kësaj? Në dhe një kuptojmë në kësaj se sabri nuk është pasivitet. Sabri nuk është dembeli, por sabri i koordinuar mirë, i menaxhuar mirë, i vepruar që duhet është punë. Sabri është vepër. Prandaj kur dikujt i ndodh diçka, ose ka situatë caktuar, i themi bën sabër. Tek na shpesh e fjala bën sabër, nën kuptohet mos puna kur gjatë. Jo, sabri është punë. Çfarë punë të madhe e ka kryer Yusufi alayhis me këtë sabër që ka bën burg, apo? Për shembull, nëse dikush akuzohet, edhe futet në burg si pasojë asaj akuzave. Për me dal piksoj situata, pe burgut, për mu shpërlan nga kjo akuzë, apo aktivizon avokat, aktivizon gjaf shumë jep pare, mundohet gjitha kanal me aktivizu, dhe kjo është puna që ai e bën, për me dal pe asoj situata. Yusufi alayhis salam s'ka pas mundsi asnjë me e kryer. Dhe ka bë sabër. Ç'ky sabër i tij, a kom punë apo kom punë? Është punë. Prandaj më rëndësi është gjenë ta kuptojmë që edhe sabri nga një disa situata është punë që bëhet. E nuk është pasivitet edhe neglizhencë. Por duhet me ditë se kur është ky sabër punë e kur është ky sabër dembeli edhe pasivitet. Me kuptu kur është jafë. Mi po nuk mundu me thonë kur në kurës, se sarët bëjnë sabër nuk kena të punu kur gjafë. Ja, apë. Nga se dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa sot ka pas, kur gjë praktikisht nuk ka vepru. Por ka qëndru stabil në parimet e ti, ka bo sabër, dhe që kjo sabër ka qenë vepër që e ka qu dhe dikun apëtë. A i sabër është vepër. Dhe që kur se e dim, është për i veprave të rëndësishme të
të zemrës. Apo, dhe njerëzit zakonisht mendojnë se vepra kryhet veç kur të lëvizin durët dhe gjymtyrt. Ndërsa kur lëviz zemra, s'është punë kjo apo. Jo nganjëherë sa punë mund me i kry nëse lëviz zemra me veprën e sinqeritetit. Më shumë ndoshta se me lëviz durët dhe gjymtyrt dhe gojën. Ka ndër më shumë. Andaj sinqeriteti është vepër. Durimi është vepër. Dashuria ndaj Allahut xhallahu është vepër. Gjitha këto janë punë. Dhe kur ne këtu e aktivizojmë, nuk jem të nejt, jem të bu diçka. Po i kuptuam drejt apo. Andaj Yusufi alayhi salatu wasalam kur ka aktivizuar sabrin e vullnetit e vetë dëshirës. A ka kryer punë me kët? Ka kryer punë. Ka dalë pi burgut, madje është ngrit në pozitat e larta të shtetit. Këtu krimi tek dala pi burgut e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një hadith. Që është hadithi i gjatë, në mes të tij e ka thënë "Lau labithtu fi sijni ma labitha Yusuf la ajabtu ad-da'i." Tisha menajt në burg, sa ka nejt Yusufi, kisha mi u përgjigj thirrësit. Kjo është hadithi në Sahih Muslim. Çka nuk kupton kjo? Po në thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se me pa mu shansa me dal pe i burgut pasi që kom nejt në burg sa ka nejt Yusufi, kisha me dal me një herë, nuk kisha me kontestu këtë punë, këqëra kush ka faj e kush ka faj, isha dal pe burgut njëre. Pastaj prej jashtë kisha mundu me i regullu punë të përën. Nga kjo ka mundësi të kuptohet se Yusufi alayhi sallam ka qenë më i dorueshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A është kjo qëllimi i hadithit? Jo apo. Jo, nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka thënë këtë fillimin nga modësia e tij apo. E para dhe e dyta ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si rrugdale për muslimanët apo. Nga se jo çdo kush mund të bëjë sabër apo. A në njëri sa i apo, le të më thonë çka do, po s'ma mirë me dalë jashtë sunriun e këto. A dhe për me dërgu se ka rrugdalje, jo gjithmonë duhet me ngull kom që të pastrosh. E ka marrë përsi për këta pejgamberi s.a.s. Unë isha dalë aftën. A i jo që ishtë dalë aftën, po me thonë që dohon, ndërsa dikush për muslimanëve hezitan. Ka thonë pejgamberi s.a.s. për nështë e ka thonë për dikan, ka dosh me të regu se unë e kisha bo. Dohon që komplet me legjitimu këtë punë edhe mos me hezitu as ti musliman kur vjen kësi situata për me dalë nga burgu ose ku do qoftë, duke mos kurzu të kryen ndonjë dëshire të jepta. Për këtë arsye këtu e kanë pranuar ulemat. Nganjëherë na për shembull, kur dikush flet për neve ose kur jeni në konflikt me dikën ose ndodh burgu ose ndodh izolim ose ndodh diçka apo. Kur vjen shansa që më u pajtu ose më dal ose më u normalizu raportet, nga muslimanët ja, nuk du pa kryq kjo punë apo. A duhet me thonë gjithmonë që ta çështot? Apo ka situata ku nuk e bën këtë hiç apo. Themi varësisht nga njeriu edhe varësisht nga akuza apo. Ka njëri që është i dopt, nuk ja kurzojmë. E rëndësishme që del, nga se mirëqenia dhe rahatia për muslimanin apo ka përparësi ndaj sprovës. Dhe sa herë muslimani ka mundësi me asiguru vetes tij mirëqenien dhe rahatin, duhet ata me zgjidh para sprovës. Normalisht gjithmonë duke mos e shkel vinë kuqe shariat apo. Jo kështu. Po nëse nuk cenohet shariati dhe tash ose ki me dal burr me sabër ose ki me kry punën tonë, kjo varet për personit edhe për situatës edhe për akuzës që është bua. Nëse kemi të bëjmë me thirrës, me daveçi, me hoxh, atër ulemat kanë thënë se preferohet që të bën atë çfarë ka bëj Yusufi nëse është akuzuar në nderin e tij. Nga se nuk ka mundësi zhvillohet daveti i tij dhe thirrja e tij nëse nderi i tij është i përlimur. Prandaj e kryen hesapin me nderin që ka. Pastrohet tek njerëzit, pastaj vazhdon thirrjen. Nëse nëse është njëri i thjesht, atëherë ai e din për vetë çfarë bën atë. E rëndësishme është se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hapësirë për këtë punë atë. Nëse Ibn Taymi rahimullah thot se burgu që ka qenë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë më i vështirë se burgu i Yusufit atë. Çfarë është ai burg që ka qenë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Rrethimi që kanë bërë Kurajsh atë. Ky burg ka qenë më i vështirë se Yusufi alayhi salatu wasallam. Pse? Nga shumë aspekte. Fillimisht Yusuf alayhi salam i arsenu vetëm liria. Dhe këtë tjerë ka pasur atë. Don ka pasur me hungur, ka pasur me pi, ka pasur me flajt, ka pasur drejt. Mirë po i arsenu liria. Ndër e lëvizjes. Ndërsa pejgamberi sa në rrethimin që është bër, janë cenuar të gjitha lirit.
Edhe e shitblerës, edhe e ushqimit, edhe e pijes, edhe e dalës, edhe krejt. Andaj burgu ti ka qenë ma i vështirë se burgu i Jusufit alayhis. Duke më zash kur në kur larg asaj me nënçmuese. Ajo që ka bëu Jusufi është shumë burnore. Mirë po, për të kuptuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është imam i pejgamberëve atë. Edhe në këtë aspekt. Andaj natyrshmëria e burgut ka dalluar mes burgut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe burgut Jusufit nga njëra anë, dhe e dyta, Jusufi alayhi salatu wasalam vëzni ka qenë në burg i veç. Apo nëse familja ka pas rahat. Kjo dallon pe personit i cili është i burgost bashkë me familjen atë. Kjo më aron. Ti për shkak mendon i fatkeqësi me të zonë armiku apo dhe i sigurt se familja të ka fut ka dal. Thush tash prejom nëse kom gale më, masi pshtun gratë fëmijë s'është dale. Por me të zonë armiku Allah mos e bof, bashkë me grua me fëmijë, apo edhe me danë për dhoma, nuk din çka po i bojnë aton, çfarë kjo është e paparamendueshme. E çështë ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka qenë me familjen e tij, me shokët e tij, me dashën e tij ka qenë burg. Dhe sa ata i ka po tu vujt, apo i shtu edhe këtij vujtja nga se ka thonë, këta po vujnë për shkak meje. E këfshire ka pas. Për të kur ka thonë, isha dal pi burgu, ose isha përgjigj tirit, e ka thonë nga modestia dhe për të na qenë neve rrugdalje, nga se ai sallallahu alajhi wasallam kish bëu padyshim shumë më të madh se që ka bëu Jusufi alayhi salatu wasallam. Nga se është imam i pejgamberëve sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër, kur ka marrë vesh mbreti, ose ky njeri po rrin në burg, ky djalë, se ky pejgamber po rrin në burg për një çështje që tash po kërkon të rish qyrtohet për fillimit. Shikoni me çfarë shprehje ka kërkuar. Kjo është edhe që kemi thonë edhe në disa raste tjera. Njeriu që është i moralshëm, njeriu që është i sjellshëm, do të kjo shfaqet në gjitha aspektet e tij. Nga se e ka një burim. Nuk ka mundësi të ketë kontradikta dhe kundërshtime dhe kundërthënie në sjelljet dhe në fjalët e tij. Andaj ai që është i ndershëm në gjuhën e tij, do të jetë i ndershëm edhe në sytë e tij, do të jetë i ndershëm edhe në veshët e tij, do të jetë i ndershëm edhe në organin e tij. Mi pa ai që është i pandershëm sy, apo kjo nuk garanton se ka me kon i ndershëm pjesë të tjera atë. Kjo rregull është atë. Një që shan, flet, se ko gale, përshkruan, apo vetë përshkrimi i tij atë kur flet në udhë bilan në mënyrë pandershme, a ne më thonë se ky më zgjidhet po këshirka, se tuk po di ka kështu me përshkruan, edhe po këshirka. Do të thotë mundshme me bën ndarje. Unë jam i ndershëm në sy, po në gojë s'ka gale, ose unë jam i ndershëm në vesh, po në sy s'ka, ja, s'ka mundsi kështu. Nëse nuk është përfshi i tër trupin pandershmëri, do të përfshihet. Prandaj është kjo më pas kujdes. Ai Jusufi ka qenë i ndershëm tek vani kur dosh me ku ndershëm apo. Ai po ka qenë ndershëm në fjalë. Shikojmë me çfarë shprehje vallahi të ndeshmërisë kulminante. Në kulm. Nuk po thot pyet mretin ajo gruaja që provokoi që ai ka punë atë. S'let se muslimani atë. Edhe pse hak e ka që ashtu ja ka boja. As ka dosh me kompromitu gruan, e as burrin e saj, as kurrë. Duke mos zgju kurrë në kurrës me personalizu konfliktin, sikur se kemi thonë. Jo hakmarrje, s'po du hakmarrje me babën. Ka thonë, çka puna e do grave që i kanë këpu durr thon. Shikoj këtë kujdes të madhështor vallahi sa dersi është thon. Kur kthehet filoni ky që ka me marr ondrën tek mbreti, edhe tek mbreti ka pari, ka bokja musafir, ka dikush apo edhe ha çka tha Jusufi? Tha Jusufi, çka puna do grave që kanë këpu dorën atë. A ka mundësi ata që janë për rreth me kuptues se po bëhet për zinë fjalë për çka? Ja. Kush e di për kash ka fjala? Çka ka ndodhur atë? Ka qenë i kujdesshëm, mos del situata jashtë njerëzve që duhet me ditë këtë punë. Le të merr vesh këtë punë veç kush ka nevojë. Ti s'ka nevojë me ditë këtë punë apo. Le të mirë me këtë punë kush ka nevojë, ti s'ka nevojë marr me këtë punë apo. Ani unë jam dëmtuar, sa unë jam burg apo. Mirë po, mbreti pastaj mobilizon. Ai e din ku ne i thot. I ka i shërbimet e veta. Po ti shkoj interesohu për çeto gra që kanë këpu dur. Çfarë punë aty apo? Don sa më tepër vllazi kena mundsi me e izolu. Sherrin duhet me bëu këtë punë apo. E po jo dikush duke lip hakun e vet, 100 detesa i prish apo. 100 raporte i prish.
Pse unë hak e kam? Sa i ti hak e ki, kjo puna jote është hak, mi po se ki hak mirë se su ke tjetë me radha apo. Prandaj shikojeni këtë kujdes shprehjes vallahi apo. As ka thon më ka provoku, as më ka ngacmu, as më ka bëu kështu as pse gjithë ato kanë ndodhur realisht, edhe mi pa thon kanë ndodhur realisht ato. Mi po kjo është ajo që e përmend ato. Ai që është i ndershëm apo ndershmëria e tij reflektohet në gjithë thasjellët e tij apo. Ndershmëria e tij reflektohet në të gjitha aspektet e jetës së tij. Prandaj ka thon pyet mretin apo. Çka puna të një grave që i kanë këpu durët ato. Ta ne edhe ne kërë me vetë apo. Këtu me të vërtet kemi këtë dobi të rëndësishme që e përmend apo. Në anën tjetër, si duket burnia, sinqeriteti, vërtetësia e Jusufit alayhi salatu wasalam kanë ndiku që me të vërtet të formohet në përgjithësi një ambient i sinqert apo. Edhe gratë kur ju ka thonë mbreti, çka keni bëu Jusufit? Çka kanë ato? Kanë thonë, hasha lillah, ma alimna alayhi min su. Edhe gratë janë përgjigj me nivelin e dëshmërisë atë. E këtu kemi mësim vallahi shumë madh. Çka kanë gratë? Hasha lillah, Zoti na rujt, nuk dim na për Jusufin diçka të keqe. Ato kanë qenë dëshmitare kur gruaja ka provokuar Jusufin. Ato kanë qenë dëshmitare kur gruaja ka thonë që nëse nuk përngjigjet mua kam qenë burg. Ato këtë kanë ditë. Mirë po, pasi kë ka reflektuar me dëshmëri, edhe ato kanë reflektuar që ashtu duke mbrojtur Jusufin, edhe duke lënë mbretet ti gjuje kush e ka bëu këtë punë aftë. Wallahi këtu kanë qenë mushrike vëllaznia aftë. Sa i kanë përmend Allahu xhalla xhelalu aftë. Mi po ambienti i përgjithshëm feja për më ka qenë shirk apo. A nuk është turp nga njëra aftë që tek mushrik të gjoj moral dhe burni, çfarë na musliman duhet me marr shembull? A nuk ka turp kjo? Ç'grajin këtu aftë. Sa të vjen dikush të vet, çka ta po du, për shembull, po du me filon munis deri në rrugë. Çka ta mërmend aftë? Valla s'është i mirë se ja përmend dikun këtë 10 çka që s'ka lidhje me këtë punë aftë. Burrë sa të vet aftë. Fala ato çka ka të bëjë me problemin aftë. Dikush po të vet, a bën me on filoni çikën, vallai me ngumu nuk e hap aftë. Kaç? Apo dhe për të punë. E po jo se një herë kur kena pa bu biznes, ja ka bëu kështu. Çka ka lidhje biznesin me grua? Prandaj domthon nuk lejohet me fol për dikën, është ndaluar. Dhe hapet porta e lejimit në raste të caktuara, në binar të caktuar dhe e limituar me kon. Jo, tash ti lejohet me fol për ta, tash ti më shoj sa të mundesh, fal çka dush për ta. Jo vëllai. Na kur kritikojmë dikën sikur se bënë në fillim, se nuk janë bë konsultime, ka vetëm drejtimi çka ka. As nuk u përzim për personin, as çka është, as ku ka kry, as çka ka kry, as a merr para, as merr para, këtu ka problemi jona. Ka ardhur një broshur me emrin dikujt dhe na mendojmë se kjo është gabim. Mur fund atë. Kush e më shumë atë? Dhe flasim vetë në çit kontekst sa ka nevojë. Nuk dalim jashtë një binar atë. Vëllezër të nderuam. Në qoftë se na i kthehemi moralit të mushrikëve të Mekës. Çfarë burra kanë qenë ato? Wallahi të kompleksojnë ata me burrnin që kanë pasur ato. A mushrik kanë qenë ato? Mushrik kanë qenë ato. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Jam dërguar ti plotësoj vlerët e morale, se moral ta kanë, këta burrni kanë, po s'po dinë që me përdor, kanë keq me përdor ato. E unë ju marr me i plotësu, me qit binar që duhet ato. Ata kanë pas, wallahi, burni të gostis, të pritjes musafirit, e të nderimit, e të besnikërisë. Shikoj e hindi, gru ka qenë, mushrike ka qenë, e ka luftu me këtë që ka mujtë pejgamberi s.a.s. Aja ka pagu Vahshiun me vra Hamzën, në paramënej çfarë krime ka bëu kjo grua. Kur ka me jadhon besën pejgamberi s.a.s. për iman, për tauba, ka thonë pejgamberi s.a.s. ma jepni besën se s'keni mi bo Allahut shirk edhe s'keni me bo zina. E ka që tonë hindi kanë. E teznil hurre, a bën zina gruja e martu me bën zina? Të mushrik të Mekës kanë qenë të njohura shtëpia që bojnë zina. Gruaja që ka dosh me bën zina ka qenë grua lavire, e ka vendosur një flamur mi shtëpitë saj e kanë ditë që të mund me bën zina. Në qoftë se vetë ky moral i mushrikinëve sot përdoret atë. Sa flamura do të më ngjitë vëllazënia. Allahu na ruaj. Mushrik kanë qenë. Po kanë pas një kufi dikun, një stop dikun e kanë pas atë.
Mirë po fatkeqësisht te shoqënit që thonë që janë fetare ose kanë islam ose kanë të shkon deri që ka din këtë shkollë, të shpërfillet dhe të prapet amoraliteti, ton me përmasa marramense, kjo nuk dini ç'u jap komentin kësaj dhe ç'u analizon atë. Në çu këtu gra kanë qenë. Wallahi unë më shfjall që me grave, me të vërtet me thonë që këtu kanë sfiduar vetë gratë kësaj kohe. Po edhe burrat i kanë sfiduar. I kanë thonë, sikur si i ka thonë mbreti. Don ma khatbukum në idrawatun në Jusuf e nafsi. Çka puna juve kur e ngacmojsh Jusufin atë? Kaç? Ato janë asja tash ato pa akuzohen. Edhe e kanë një motiv me kallzu kush e ka bëu. Ja aftë. Pse kanë qenë gra, edhe kanë qenë mushrike, gjitha këto, megjithatë hasha lillah, ma alimna alayhi min su, larga asaj, Zot na ruaj, ne nuk dim që ka bëu diçka të keqe. Nuk dim që ka bëu diçka të keqe. Në këtë moment ka shpërthy gruaja që ka provokuar. Ka thonë el-an has al-haq. Tash u pasrua e vërteta. Dolin shesh e vërteta. Ana rawatuhu. Unë e kam gacmuar. Fitoi Yusufi alayhi salatu wasalam. U shpalli pa fajshëm. Pe kujt u shpalli pa fajshëm? Cila gjykate ka shpall pa fajshme? Çata që kanë akuzuar. Çata që kanë shtim burg, çata kanë shpall pa fajshëm. Çata e kanë nderuar. Mirë po, kjo s'ka arba dihava, kjo s'ka tek që ashtu të po ka pas do vepra që i ka kultivu vazhdimisht Yusufi alayhi salam që kanë botin këtë shkallë marrë shtop. Andaj ka thonë, sad dul shesh kjaptër. Dhe në këtë pranim të kësaj gruaje, vallahi ka ngushëllim për të gjithë ata që pa drejtësisht akuzohen atë. Në qoftë se njeriu e din në vetën e tij mbrana, me stimin e Allahu xhallahu ala, se dikush e ka kthy gishtin pa faj dhe pa drejt atë. Atëherë vallahi le të përgëzon se herë do kur do komë dalën shesh pa fajshmëria e tij, do të dalë shesh në dëshmëria e tij dhe do të jetë ndryshe ky njeri tek ata çu ka qenë më herët atë. Qofse din pimrana që ka çështë atë. Ai ka qenë i sigurt se vallahi s'ka bosan atë. Njëri që është i sigurt se s'ka bosan nuk i tutet kur shkafit nuk i tutet. A ka më ti për shembull çfarë atë? A kështu pas guxim me I thon pejgamberit sa ja Rasulullah. Wallahi la zbat Allahu ayat sun nas një grus kum këshira thon. A guzon me thon çto? Wallahi tutesh aftë. Tutesh për të mos me thon njerëzve diçka, ama me sfidu, me thon që Allahu la zbat ayat në paçabo diçka. Kjo shikoj këtë shkallë të dëshmërisë që ka pas Aisha radhiyallahu ta'ala anha thon. I ka thon do të zbret Allahu ajete për mua thon. Mos mbesofshi mua thon. Kjo sfidë është. Në masi mos më besoni, unë I mora të gjitha sebepet për më pasur vetën tonë, ju tregova që ka qenë situata, u arsyetova, krejt kanë ndodhur, nuk më pranohet. Allahu le zbet pra. Le gjykon Allahu mes neve apo. Wallahi çka e fundit kur përdoret është më rrezikshme mund të shmapën. Nga se të burrat e gruaja vllaznia apo. Kur çka përdoret mo kurrën e kurrës sa dy të bashkuar mua. Çka është akti do thotë që mund të më thonë ma I lartë I ndarës me zdu njerëzve. Në qoftë se burri akuzon gruan se ke bozina, ose gruaja akuzon burrin ke bozina, s'kan dëshmitar. Çish është zgjedhja? 4 herë betohet në Allahun, 5 mallkimi Allahu qoftë. Kjo gruaja thotë në kohë me mua hidhnimi Allahu xhallahu ala. Si të përzish Allahu xhallahu ala këtu. Allahu mallkof në paçabojta. Allah zbit hidhimin këta apo atë automatikisht gjykatësi kadia I dam përjetësisht kurrën e kurrës tani s'u bashkon më vonë. Edhe nëse kanë bën teube, edhe nëse do të thonë kum rrit kurrën e kurrës më vonë. Nëse burri është ngrum 3 herë, ka mundësi apo martohet me një burr, pastaj ai shon bëu më vonë apo të kem marton. Në çdo situatë ka hapësirë më kthy apo. Për këtë situatë apo. Prandaj Yusufi alayhi salam ka diçë sigurt edhe Allahu xhallahu ka më bardh. Prandaj ai që është pa drejtësisht I akuzuar, ai që e din që është I pasi për mrena, vallahi le të din se Allah ka më pasrove. Mi po ai që din se ka diçka apo. Atëre para se më arsu para njerëzve, le të shpejton me pasru hesapin tim Allahu xhallahu xhallahu. Nga se pejgamberi më ka thënë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, në qoftë se ke bëu diçka, pendohu tek Allahu, se Allahu ka më zbrit për këtë punë diçka apo.
Ti e din çka ke bë. Na s'dora me hinë këto detale apo. Po më pa çe bë diçka, ose më shkej ka thonë apo. Ka kajt. Ka kajt çajtë të madhe, kur s'ka kajt çështë apo. Vazhdimisht duke çajt. Edhe ka thonë lezbet Allahu azza wa jalla se ka me zbrit Allah, nuk do zbret Allah diçka tjetër për se pastërtisë time apo. Wallahi kjo shumë e guzim shumë apo. Në vakt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke qenë qielli i hapun apo me zbrit vahi, me sfidu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në kofra diçka le zbret ajeti apo. Për çka kështu guxoft na mi thonë çto Allah xhelle wala apo. Dhe për gjithçka kështu më zëdusë, helbet mos më gabon herë mos apo. Edhe pse ti din që në më i pas apo, i po duhet më të vëre siguri e madhe për dalë me këtë qëndrimi apo. Andaj edhe ai që është akuzuar në thot Allahu e bof që është pranë kofë sa hiqja që po thuhet apo. Sikur se ka thonë Yusufi alayhi salatu wasalam. Edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Po ka dalë e vetë që ka akuzuar ka thonë el-ana has al-haq. Ana rawattu, unë e kam mashruar. Pastaj ka thonë wa innahu lamin as-sadiqin. Ndërsa për Yusufin është për sinqert vapën. Dhalika li ya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Kjo që ai ta din se unë nuk e kam tradhtu në mungesë të tij. Disa problemave të tefsirit kanë thonë se kjo që nuk e kam tradhtu në mungesë të tij është fjalë e Yusufit alayhi salatu wasalam. Don e dëshirova këtë pranim dhe këtë procedurë të kryet deri në fund që ministri Azizi don çka të kupton se kur s'ka qenë e brend unë se kam mashtruar. Disa ulema kanë se kjo fjalë e Yusufit alayhi salatu wasalam. Nëse një pjesë ulema thonë se ja, kjo fjalë e gruas apo. Dhe kjo është mendimi më i saktë. Konteksti i ajeteve thotë se Yusufi ende është tu fol kurrë. Ende është tu vazhdu gruaja që ka bëu diçka, kjo është tu thonë ato. E mi për çka medita që se kom mashtruar pra në mungesë të tij apo. Kjo është ajo që thash ato. Në qoftë se je i sinqert dhe je i vërtet, apo vallahi nuk ka çare ky rrezë e sinqeritetit pa ndikuar tek armikut. Mos flasim te miku apo. Ka thonë e gruaja, unë e pranova që ka qenë për të vështirë Allah apo. Në pallat mbetnova para këtë, kon kallaj me bëu këtë punë. Kon unë po e bëj këtë punë që Yusufi alayhi salatu wasallam muni rahat, se unë nuk rrej për ta pse ai s'ashtu apo. Ja, edhe pse s'ashtu, unë e them për to çka është ajo. Pika tash që grup boç çdo ditë, ajo që i burg, ajo tha por ran, ajo dosh tash tu koni tu mos koni Yusufi këtu, tu koni i burg atje, ajo po flet. Pse ka bëu këtë punë apo? Kjo është ajo që ne kuptojmë ka fundi kësaj apo. Se përvoja e edukon njërin mos e edukoft mësimi apo. Mirë, pa ato që nuk e edukon as mësimi as përvoja, çka më thon për ta? Kjo gru s'ka marrë mësim se s'bën me prek burrën e huaj. S'ka marrë mësim. Ka dash mësimin teorik me shpërfill. Pastaj përvoja ka papën. Nuk shkon këtë kështu Allah. Nuk shkon gjuj hallkun qaf atje apo të thuj jo këta po rrenë ta kanë bukshur. S'ka njëta kështu apo. Ta peshë që po të nxjihet ta vazhdimisht të rrejt, nuk shkon kështu apo. Andaj ka thonë kjo gruan në fund apo wa anna Allah la yahdi kayd al-kha'inin apo. Wallahi kjo përvojë kësaj gruaje, kjo është rregull. Kjo grup të kallzan apo. Për përvojës të mjetësore kam kuptuar se Allahu xhalla wala nuk i jep sukses mashtrimeve të tradhtarëve apo. Ku kjo rregull është apo. Unë dashta me tradhtu, unë dashta me mashtru, unë po u vulos apo. Se Allahu xhalla wala nuk i jep sukses ai punë apo. Kjo gruaj ka dy rregulla të arta nga përvoja që ka fituar apo. E para, nuk i jep Allahu sukses mashtrimeve. Wallahi, kushdo që don me mashtrime, me intriga, me rrugë mshefta, me dal diku nuk ka mundësi me dal apo. Nuk ka mundësi apo. Herë do kur do të shpaloset mashtrimi i tij. Herë do kur do të shpaloset tradhtia e tij. Ku herë do kur do? Dhe realiteti që kjo gruaj ka thon wa ma uberri'u nafsi. Sai Yusufi atë ka qenë sinqert, ndërsa unë nuk pasoj vetëm tim. Nuk po du marr se tu pse ka ndodhur kjo. Ja, inna nafsa la amaratun bisu. Unë po pranoj se nefsi është ai që po mundon mua me bë punë të këqija. Nefsi është ai që po mundon me bë punë të këqija. Në qoftë se një mushrike o vllaznia e ka kuptuar se çfarë ndikimi ka nefsi me prishje njëri apo e çuzut me kuptuar këta muslimani. Kjo mushrike ka marrë vesh apo. Nefsi më ka shtiu vllapta. Ma ka kujt. Nefsi.
Më ka shti me ranë këtë punë të keqe aftën. E tash, nësa muslimani sot fatkeqësisht më i sigurt është për nefsit vetë aftën. Tutët piksaj, nërsa për vetës i mrena është më i sigurt aftën. Nëse Yahya ibn Muadh ka thonë, e kam pyet, a ke mundësi me e krahasu nefsin me ndonjë egërsinë aftën? Ka thonë, nuk kam me çka me krahasu, nga se nefsi më i keq edhe se luani aftën, më i rrezikshëm. I ka thonë qysh më i rrezikshëm se luani, a din që luani me ta ngjit, di çka bëhet aftën. Ka thonë, po, është e vërtetë se luani po të kapi, di çka të bën aftën. Por luanin nëse është në kafez, mund të sillesh për rreth, ta provokosh rahat i aftën, nga se ka një pengesë, ndërsa nefsi nuk ka burg që guxon ti me shtia aty tani me provokue me koni sigurt aftën. S'ka kështu aftën. Pra e dallon kjo piktin aftën. Andaj nefsi është burim i çdo keq aftën. Mos mendo kurrë se ti aftën. Nëse pejgamberi sa ka thonë kështu vllaznia aftën. Nëse Muhamedi sa ka thonë nuk ka me hinë gjenet kërkosh me punë të vetë aftën. Ka unë asë të ja Rasulullah, ka unë asë unë aftën. Ai e ka këthy kritikën, e ka këthy qërtimin për vetë në ti aftën. Qëka të asin për tjetë aftën? Andaj mendoj që me këto regullat të arta dhe këto përvoja që kjo gruj ka nëzirë, ne duhet të mësojmë. Edhe mos të harim kurrë në kurës, se nuk jemi duke folë për një gru të ndershme, as për Aishën e Ummi Selemen, por jemi të folë për një grua që ka provoku, ka ngacmu, për një gru që ka akuzu, për një gru që e ka dënu një pejgamber të Allahu xhallahu ala, por që në fundit përvoja e ka bërë ato që të vije me këto përfundime. E lutim Allahu xhallahu ala të na ruaj nga të keqtë të nefsit ton, të na ruaj nga çdo sherr, dhe të na bën nga ata që me të vërtetë mësojnë edhe nga mësimet teorike që ne ka mësuar Allahu xhallahu ala, por që nga përvojat e tyre mësojnë atë që duhet ta mësojnë. Në kaq që ja përfundon sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.